montón de cosas, pero vamos a luchar con orgullo, dignidad, esperando que mañana por la noche... Jemi të përgjegjshëm për aftësitë e skuadrës sonë. Këto e diferencat janë shumë të mëdha. Ne arritëm po të dalim nga raundi i parë i Euro European. Kurse jemi të ndërgjegjshëm pas tash një herë për aftësitë tona. Gjithsesi ne do dalim në fushë, do lozim lojën tonë. Edhe në rastin e Portugalinë asnjë nuk ka shanset tona për të fituar ndeshjen, por ndeshjen fitojmë në eliminatorët e Europianit. Fillim për dytës, pra ideja është që Kukini ka pasur një problem në ndeshjen e kaluar, nuk e di nëse do të gjende për të vazhduar për të jetë në fushë nesër. Gjithsesi mund të jetë në stolë, do shpresoj maksimumin, do bëj maksimumin. Në sa për sa i përket pjesës së parë pyetjes, futbolli nuk është çështje fushë, nuk është thjesht çështje taktike, është skemash. Ne do maksimizojmë të gjitha vlerat dhe aftësitë që kanë teknikë taktike lojtarët tanë në vendosjen e fushë. Duke maksimizuar dhe duke pasur objektivin e arritjes e një rezultati maksimal. Bueno, tenemos alguna idea, pero es cierto que hasta mañana no vamos a tomar las decisiones porque el partido ha sido hace menos de 48 horas, tenemos que estar también muy cerca de las sensaciones de... Presion nuk është kaos, ne këtu kemi ardhur të luajmë me Shqipërinë, e cila ka merituar vetëm e saj si në Europian, si edhe klasifikimin e ndeshjes që ka shfaqur edhe është një ekip që është rritur shumë kohë të fundit, duke dhënë rezultate e veta. Kjo është para edhe me ndeshjen që ka fituar brenda edhe me Portugalinë në rezultat 1-0. Këtu kemi ardhur do të zhvillojë një ndeshje shumë kompetitive. Pra nuk mund të themi që ka frikë, kemi shumë respekt, sepse është një respekt i fituar nga skuadra shqiptare, lojë pas loje me lojtar shumë cilësor dhe shumë kompetitiv. Preokupimi i gazetares nga televizioni spanjoll është për fushën e blerët dhe nga trajneri përgjigjja ishte që fusha është ajo që është, ne tani nuk mund të kërkojmë më tepër se duhet, ne ajo që kërkohet nga ne është të impenjohemi maksimalisht për 90 minuta në fushë.